Ignoranca është burimi parësor i së keqes. Në këtë thënie të bukur, Imam Aliu thekson natyrën e dëmshme të ignorancës dhe rolin e saj në nxitjen e së keqes dhe keqbërjes. Kurani na ofron disa ajete që mbështesin interpretimin e kësaj thënie. Në surën Huxhurat, ajeti 6, Allahu thot: O ju që besuat, nëse ju vjen ndonjë mëkatar me lajme, hetoni që të mos dëmtoni njerëz nga ignoranca dhe të pendoheni për atë që keni bërë. Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të diturisë dhe verifikimit të informacionit përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim. Ai paralajmëron të mos veproni nga ignoranca, pasi mund të çojë në dëm dhe keqardhje. Përveç kësaj, në surën Enfal, ajeti 43, Allahu thot: Dhe përkujto o Muhammed, kur Allahu t'i tregoi ato në ëndër të pak në numër, e sikur të tregonte që ata janë shumë, ju do të friksoheshit dhe do të grindeshit për këtë çështje. Por Perëndia ju shpëtoi, ai e di se çka keni në zemrat tuaja. Ky ajet thekson rëndësinë e dijes dhe të kuptuarit në marrjen e vendimeve të mirë informuara. Ignoranca mund të çojë në konfuzion, dyshim dhe mosmarrveshje, ndërsa njohuria sjell qartësi dhe unitet. Thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për të gjithë myslimanët që të kërkojnë dituri dhe të përpiqen për të kuptuar. Ignoranca mund të shfaqet në forma të ndryshme, si ignoranca e mësimeve fetare, mosnjohja e çështjeve shoqërore ose mosnjohja e pasojave të veprimeve tona. Është kjo ignorancë që i hap rrugën lulëzimit të së keqes. Kur individëve u mungon njohuria, ata janë më të prirur për të rënë në mëkat dhe keqbërje. Ata pa vetëdije mund të përfshihen në veprime që janë të dëmshme për veten dhe të tjerët. Për shembull, dikush që është ignorant i mësimeve të Islamit mund të përfshihet në praktika që janë të ndaluara, duke i larguar ata nga rruga e drejtësisë. Për më tepër, ignoranca mund të çojë në keqkuptime dhe konflikte. Kur njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për këndvështrime të ndryshme dhe nuk kanë njohuri për kulturat, fetë ose ideologjitë e tjera, ata mund të mbajnë paragjykime dhe të përfshihen në diskriminim. Kjo ignorancë mund të përjetësojë urrëtitjen dhe ndarjen brenda shoqërisë. Në një shkallë më të gjerë, ignoranca mund të ketë pasoja të gjera. Mund të pengojë përparimin dhe zhvillimin në fusha të ndryshme, si shkenca, mjekësia dhe teknologjia. Pa njohuri, shoqëritë nuk mund të trajtojnë çështje të ngutshme, të gjejnë zgjidhje për problemet ose të marrin vendime të informuara. Prandaj, çdo musliman e ka për detyrë të kërkojë dituri dhe të përpiqet për të. Islami vë theks të madh në kërkimin e diturisë, siç ka thënë profeti Muhammed, kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtues i fuqishëm i natyrës së dëmshme të ignorancës. Ajo thekson rëndësinë e kërkimit të njohurive dhe të kuptuarit për të luftuar të keqen dhe për të promovuar drejtësinë. Duke u përpjekur për dituri, ne mund të kapërcejmë ignorancën dhe pasojat e saj negative, si individualisht, ashtu edhe kolektivisht. Allahu na dhënë urtësinë dhe udhëzimin për të kërkuar dituri dhe për të na mbrojtur nga dëmet e ignorancës.